A të ka ndodhur ti lutesh Zotit me gjithë zemër, duke ndjerë se ai të dëgjon dhe se do ta pranoj këtë lutje? A të kujtohet kur je lutur për diçka dhe të është realizuar? Secili prej nesh ka një ditë kur i është pranuar lutja. Ajo që ndodh është se me të na u pranuar lutja, ne harrojmë se ajo na është pranuar nga Zoti. Përndryshe, do të përjetonim çastet më të lumtura për sa u përket lidhjes tonë me Krijuesin. Por çfarë është në vetvete lutja? Lutja është kërkesa që robi ja drejton Zotit të tij me përgjërim, me përulje, që t'ja realizoj kërkesat që ai ka. Lutja, padyshim, është diçka shumë e rëndësishme për çdo individ, qoftë ai besimtar musliman apo besimtar i një feje tjetër, pasi nëpërmjet lutjes njeriu realizon gjërat që ai dëshiron për të ardhmen e tij në këtë botë, apo për atë i cili beson në botën tjetër, plotësohet nëpërmjet lutjes dëshira e tij për të realizuar të mirën e botës tjetër, fitimin e xhenetit dhe shpëtimin nga zjarri i xhehenemit. Nëse do të flas për lutjen, do doja të thoja që lutja është ai adhurim që na lidh të gjithëve me Zotin ton, që në vegjëli. Ne e gjejmë Zotin nëpërmjet lutjes, e gjejmë si fëmijë të vegjël kur ende nuk kemi kuptuar se çfarë është jeta, çfarë janë sfidat. Aty i gjejmë prehin, aty i gjejmë kënaqësinë, aty i gjejmë një urë që na lidh direkt me Zotin e botrave. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të, më së miri na ka treguar për lutjen kur thot duaja është adhurim. Duke qenë e tillë, do të kemi parasysh që lutjet t'ja dedikojmë vetëm atij që i meriton. Ai është Allahu subhanahu wa taala, si çdo adhurim tjetër. Lutja është për njeriu në liri. Marr kjo nga thënia e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, që thot: kur dikush të bën një të mirë, ktheje atë marr sa ke mundësi. Në të kundërtën, bë lutje për ta. Njeriu në momentin që është borxhlim ndaj dikujt tjetër, e kompenson këtë borxh me lutje. Dhe kjo e bën të lirë, sepse thelbi besimit është që njeriu ka lindur i lirë dhe nuk ka askush të drejtë ta nënshtrojë. Lutja është pikërisht pjesë që e ndihmon njeriu në këtë gjë. Lutja është një sonate ëmbël që nis te zemra e besimtarit, e lartësohet drejt Zotit, deri në kupë të qiellit. Shpeshherë nuk e dim se çfarë kërkojmë. Nuk dim si ta kërkojmë dhe këmbën ngulim duke kërkuar atë që dëshirojmë dhe jo atë që vullneti absolut ka përcaktuar. Ndaj dhe kërkojmë pa treguar durim, duke dëshiruar plotësimin e çdo kërkese tonën, madje edhe në mënyrë imediate. Dhe sa herë që kjo nuk plotësohet siç kërkojmë ne, duke menduar se lutja e kërkesa jonë është refuzuar, bijem në pesimizëm. Prej kritereve kyçe të pranimit të lutjes, gjithashtu është që besimtari të jetë i përqendruar në lutjen e tij, mos ta shpreh vetëm me gojë, por ta shpreh atë me shpirt dhe me zemër. Gjithashtu prej kritereve është që besimtari mos ta ngut përgjigjen e lutjes, por ta pres me shpresë, sikurse ka thënë profeti alayhi salam, lutja e çdo individi do të pranohet tek Zoti për aq kohë sa ai nuk ngutet për ta pasur përgjigjen shumë shpejt, dhe për aq kohë sa ai mendon mirë për Zotin e tij, pra mendon se Zoti do t'i përgjigjet një herë patjetër lutjes së tij. Në momentin pastaj që rritemi, në momentin që kuptojmë kush është Zoti ynë, në momentin që pranojmë Islamin, në momentin që dëgjojmë "Lutmuni mua dhe unë t'ju përgjigjem", atëherë lutja kthehet në një nga adhurimet e domosdoshme për zemrën. Nuk mundet njeriu të jetojë pa lutjen. Nuk mundet njeriu të jetojë pa trokitur në derën e Krijuesit. Por kjo lutje do të jetë e shoqëruar dhe me disa gjëra. Së pari do të jetë e shoqëruar me sinqeritetin e plotë për Zotin e botrave. Do të kesh bindjen e plotë që Allah është më i miri. Allah i përgjigjet lutjes tënde. Duke ditur ti këtë lloj lidhje, duke pasur këtë lloj bindje, ty të del fuqishëm nga zemra. Nuk ka rëndësi nëse lutja jote pranohet shpejt apo vonë. Rëndësi ka që në momentin që ti bëre lutjen, ti ndjeve një qetësi të madhe shpirtërore. Ti u mbushe me falënderim ndaj Zotit. Ti kuptove që nuk je vetëm në këtë botë. Dhe çdo gjë është pjesë e një urtësie shumë të madhe. Besimtari mund ta lutë Allahun xhelle xhelaluhu në çdo lloj gjendje që të jetë, në çdo lloj pozicioni që të jetë. Besimtari duhet që gjatë lutjes të jetë i përulur, të jetë i vëmendshëm, të jetë i përkushtuar në kërkesat që ai ja dedikon Zotit të tij. Gjithashtu është e mira që të plotësohet një kriter tjetër i lutjes, që lutja të jetë gjithmonë për hajër, pra për mirë dhe jo për mëkat, sepse nëse ne do të luteshim për mëkat, duke mallkuar veten tonë apo duke mallkuar dikë tjetër që nuk e meriton, lutja jonë nuk do të gjente pranim tek i Madhi Zot, sikurse një kriter tjetër që mund ta përmendim përfund, mund të jetë
që njeriu të jetë me një zemër sa më të pastër kur ta lutë Zotin, pa të jetë i penduar dhe i pastër nga gjunahet dhe të mos i ketë hyrë në hak askujt në këtë botë. Duaja është siguri dhe kjo ka të bëjë pikërisht me bindjen tënde të brendshme se kujt i drejtohesh. Fuqinë absolute të atij që i drejtohesh. Nga njëra anë, lutja është adhurim. Nga ana tjetër, është një udhëtim qiellor që bashkon botën materiale me atë shpirtërore, një miraç i lumturuar që shkallë lartëson njeriun drejt së vërtetës sublime. Ne lutemi në çdo moment dhe si të na vijë. Ne lutemi për çdo gjë dhe përmes saj fitojmë sigurinë dhe qetësinë e shpirtit. Duaja është pavarësi. Kjo vjen nga se duaja nuk të kushtozon ty as rrethan, as mjedis, as mjet për ta bërë atë. Pra je e lirë në çdo moment, në çdo situatë, pa pas nevojën e përdorimit të asgjëje për t'ju lutur Zotit tënd. Dhe kjo të bën të pavarur nga të pasur nevojë të diçkaje për të bërë një vepër tënde. Madje pavarësia e njeriu vjen dhe në atë që është në bindjen se ajo që realizohet nga duaja nuk vjen me asgjë tjetër. Duke marrë shkas nga historitë e profetëve, të cilët e kanë parë duan si armën e fillimit dhe të fundit në situatat më të vështira. Përmendim këtu Ibrahimin me duan e mrekullueshme në momentin e hedhjes në zjarr. Përmendim Yunusin me duan e mrekullueshme në momentin kur ishte në barkun e balenës. Përmendim Musain me duan e bukur kur përballej me mosbindjen e popullit vet. Përmendim duan e Nuhut me të birin. Pra të gjithë pejgamberët e Zotit duan e kanë pasur armën e vetme për t'i bërë ballë çdo vështirësie. Patjetër që çdo njeri, çdo individ në këtë botë është i pasigurt për të ardhmen e tij. Dhe sigurinë e vetme e gjen vetëm tek Zoti. Nëpërmjet lutjes, çdo njeri arrin të sigurojë të ardhmen e tij, të sigurojë të mirën që ai dëshiron dhe të sigurojë largimin dhe shpëtimin nga e keqja, qoftë në këtë botë apo në botën tjetër. Realisht, kjo ndikon edhe psikologjikisht tek çdo njeri besimtar që i lutet Zotit, sepse nëse njeriu është i pasigurt për të ardhmen e tij, ndihet në dëshpërim dhe në ankth, dhe në momentin që ai e di se nëpërmjet lutjes do të gjejë siguri tek Zoti, në këtë mënyrë ai ndihet i relaksuar dhe i qetë për të ardhmen e tij. Lutja do të bëhet me përgjërim. Ti do të jesh i përkushtuar, jo vetëm me gojën tënde, jo vetëm me mendjen tënde, por do të jetë zemra jote ajo që të flasë në lutjen tënde, ajo që ta vendos urën e komunikimit me Zotin. Dhe më pas patjetër duhet që ti të largohesh nga ato gjëra që mërzisin Zotin, sepse në çdo ambient kudo që të shkosh, ti duhet të plotësosh disa kushte që ti jesh i pranueshëm. Dhe kjo lutja jote që ti jetë sa më e pranueshme, duhet patjetër që ti të plotësosh këto kushte. Është për të theksuar se lutja ka rëndësi shumë të madhe. Ajo është porta që e çon besimtarin tek Zoti i tij, por njëkohësisht ndikon edhe në anën psikologjike, sepse njeriu është qenie e dobët dhe e ndjen që ka nevojë për krijuesin e tij, për furnizuesin e tij, që është Allahu fuqiplot. Dhe kur din dhe lexon se Zoti xhelle xhelalu i ka premtuar që kur ti e lut atë, Allahu të përgjigjet, ai qetësohet. Kur është në vështirësi, e di se duke ju drejtuar tek Zoti xhelle xhelalu, Allahu do t'ia largojë këto vështirësi dhe do të sjellë lehtësimin. Kur ka nevojë për furnizim, Allahu xhelle xhelalu do ta furnizojë atë. Por njeriu është qenie që edhe gabon, edhe bën mëkate. E Zoti xhelle xhelalu i ka premtuar në Kur'an duke i thënë: "Thuaj o ju robërit e mi që e keni ngarkuar veten me gjunohe shumë, kur mos i humni shpresat për mëshirën e Allahut, Allahu i fal mëkatet tuaja." Nga ana tjetër, ajo që të bën ty të pavarur ndaj duas, është që ti i lutesh Zotit për çdo gjë. Pra nuk kufizohesh në kërkesat tua në dua, për çdo gjë. Sikurse na thon dhe shokët e Profetit alayhis salam që ne i luteshim Zotit edhe për çështjet më të vogla, më të parëndësishme ndoshta tek syri njerëzve, por që e gjenim zgjidhjen tek duaja. Ky është dhe thelbi i duas. Ajo që e bën njeriu të pavarur është edhe kjo, që sa më shumë ti e njeh Zotin, aq më shumë e ngren ti nivelin e shpejtësisë së duas. Në thelb çdo besimtar, çdo individ që do ta lutë Zotin, mund ta lutë Zotin në mënyrën se si i vjen, patjetër. Kjo është e lejueshme në fe dhe nuk është e detyrueshme para si person që të lutet në një mënyrë të përcaktuar me përjashtim të ritualeve siç janë namazi. Por, a është më e mira për besimtarin që të lutet ashtu sikur se i vjen, apo që të zgjidhë lutje profetike dhe lutje kuranore?
normalisht që më e mira që besimtari të lutet atë që ai e ka më tepër për dëshirë, në mënyrë që lutja e tij të jetë sa më konkrete. Por nëse besimtari mund të jetë i pavetëdijshëm se kush është më e mira për të, atëherë patjetër që do të jetë më e mirë për të zgjedhja e lutjeve koranore dhe zgjedhja e lutjeve profetike, dhe mund t'ju jap një shembull shumë të vogël për këtë. Profeti alayhis salam i ndroi jetë një prej shokëve të tij në një prej betejave, dhe profeti alayhis salam shkoi të ngushëllonte bashorten e të ndjerit dhe i tha: "Lutë Zotin duke thënë: Të Zotit jemi dhe tek ai do të kthehemi, o Zot, ma zëvendëso sprovën time me diçka më të mirë." Çdo njeri ndoshta në këtë moment sprove nuk do ta mendonte që të lutej që Zoti t'ia zëvendësonte këtë sprovë me diçka tjetër, sepse do thoshte për ndihmë është më i mirë se ai nuk ka kush tjetër, kështu që nuk mund ta zëvendësoj Zoti me dikë tjetër, bashorti im apo bashortja ime. Megjithatë profeti alayhis salam i dha një ilaç dhe një kurë. Pse? Në mënyrë që njeriu mos përballet me sprovat në këtë botë me pikëllim dhe të mbyll jetën e tij sikur jeta e tij ka marrë fund, por ta shoh jetën e tij me optimizëm. Prandaj i dha një lutje profetike që njeriu ndoshta me mendjen e tij nuk do ta kishte zbuluar dot, dhe nëpërmjet kësaj lutje njeriu gjen diçka të mirë në të ardhmen e tij. Shpesh herë, aty ku fuqia njerëzore bllokohet e nuk ka më ndikim, ndërgjegja, me apo pa vetëdije, thret në skenë lutjen. Lutja ndaj Allahut nuk ka kufi. Ai është lutje pranuesi për gjithçka, nga gjërat më të vogla e deri tek gjërat më thelbësore në jetë. Besimtari drejtohet Allahut xhelle shanu me një shumëllojshmëri lutjesh. Më kryesorët e tyre përmendin kërkon nga Zoti i tij që t'ia falë mëkatet që ka bërë. Gjithashtu besimtari kërkon nga Zoti i tij që ta udhëzojë në rrugën e drejtë, kërkon prej Zotit të vet qëndrueshmëri në fenë e Allahut xhelle xhelaluhu, kërkon prej Allahut që ta furnizojë me ushqim, pije, veshmbathje, vendstrehim, pra prej të mirave të panumërta që Allahu xhelle xhelaluhu i posedon, kërkon t'i bëhet e qartë e kota, të distancohet prej saj, kërkon për fëmijët e tij, për familjen e tij, për shoqërinë ku është, për vendin e tij, që Zoti xhelle xhelaluhu t'i dhurojë mirësi dhe ta ruajë nga sprovat, kërkon prej Allahut subhanahu wa taala xhenetin dhe ta ruajë nga zjarri i xhehenemit, që është baza. Lutjet e mia fillojnë që në momentin që dal nga shtëpia dhe deri në gjërat më thelbësore, siç janë duaja për që Zoti të më shtojë diturinë, duaja që Zoti të më bëjë të dalloj të mirë nga e keqja, të vërtetën nga e kota, duaja që të përmirësohet gjendja e vendit tim, që kjo është shumë e rëndësishme që na ndjek çdo moment, duaja që të na përmirësojë të parët tanë, drejtuesit tanë, pasi janë përgjegjës për ne, duaja për të ardhmen e fëmijëve tanë, që të përmirësohet morali i tyre, të përmirësohet sjellja e tyre. Dua edhe për momentin edhe kur je i smur, që Zoti të më shëroj. Dua edhe për të vdekurit, duke çuar atyre paqe, lutje që Zoti t'i falë të vdekur tanë për të afërmëve dhe për të gjithë njerëzve. Sigurisht që lutja është një element që na bën ose na çon drejt falënderimit. Një nga lutjet që mua më ka lënë më shumë bresa, që mua mësoj fëmijëve të mi shpesh, dhe sidomos në momentin që ulen në tavolinë, është: o Zoti im, më mundëso mua, më frymëzo mua të jem mirënjohës në mirësive që nuk e dhën mua, mirësive që nuk e dhën prindërve të mi. Më mundëso ato vepra që ti do dhe je i kënaqur, dhe më mundëso më përfshi në mëshirën tënde dhe në mesin e robërve të tu të vallshëm. Unë lutem shumë. Lutem që Zoti të më ruaj zemrën deri në fund, me këtë dashuri të madhe që kam ndaj Zotit. Të më bëj gjithmonë një besimtare të përkushtuar, një besimtare që nuk i humb vepra, një besimtare që është e sinqert, që kur të dal para Zotit të kënaqet: a kjo isha unë? A kjo është e lutja ime? O Zoti im, ti e ke plotësuar atë që unë kam dashur. O Zoti im, të gjet aty me këtë lutjen time. Lutja më shpesh e imja është që Zoti na forcojë zemrën në fenë e tij, dhe të na bëjë që të jemi në këtë fe deri në ditën, në momentin e fundit. Kjo është duaja që unë e bëj më shpesh dhe nuk e ndaj kur nga vetja. Si çdo besimtar tjetër, besoj që besimtari në thelb i lutet Zotit për mirëqenien e besimit të tij, në mënyrë që ai të shpëtojë në botën tjetër dhe të gjejë kënaqësinë e Zotit xhaleshanu, sikurse si çdo besimtar tjetër që jeton në këtë botë, i lutem Zotit për shëndetin tim fizik, mental dhe shëndetin e familjes time dhe të afërmëve të mi dhe të shoqërisë time. I lutem Zotit shumë për prindrit e mi, që ata të bëhen musliman të mirë, ta kuptojnë fenë islame, t'i afrojnë kësaj feje madhështore, të jenë me një jetë të shëndetshme deri në fund dhe të vdesin me shahadet.
I lutem shumë për të vdekurit nga familja ime, për gjyshën time e cila më edukoi besimin në Zot që në vegjëli. I lutem për vëllain, i cili para se diste kishte qef të dëgjonte historitë islame. Dhe unë nuk dita t'i shpjegoj forcën e lutjes. Dhe sot uroj që kjo lutja ime të shërbej dhe për të gjithë ata që nuk e njohin fenë islame dhe bukurinë e forcës së lutjes. Lutem shumë për fëmijët e mi, që Zoti të më udhëzojë deri në fund të jetës në islam, t'i bëj të moralshëm, t'i bëj të suksesshëm, të jenë të hajrit, të dobishëm për vete, për ne dhe për gjithë shoqërinë. Lutem për muslimanët që janë në vështirësi, që Zoti t'ua lehtësojë çdo vështirësi, dhe lutem shumë që të më mundsoj Zoti mos jem nga ata që bëj padrejtësi, sepse padrejtësia është errësirë në ditën e gjykimit. O Zoti im, unë jam e kënaqur me ty, jam e kënaqur me përgjigjen e duave që ti më ke dhënë, o Zoti im, dhe mundëso ma mua të jem deri në fund të jetës muslimane, nga ato që lutem dhe gjej kënaqësi në lutjen time. Ramazani është muaj i lutjes. Në një moment, janë me miliona njerëz që e lusin Zotin e lartësuar me përgjërime për kushtim. Ai dëgjon të gjitha zërat, për shpëritjet e tyre, pa ngatëruar askënd. Ai dëgjon dhe pranon, sepse ai është lutje pranuesi. Një rëndësi të madhe ka lutja që bën besimtari gjatë agjërimit, sepse lutja e agjëruesit pranohet. Thon dietarët në lidhje me fjalën e të madhit Zot në Kur'an, kur robërit e mi të pyesin ty për mua, thuaj unë jam afër tyre, pranë tyre, u përgjigjem lutjes së tyre kur ata më drejtohen mua. Ky verset kuranor ka ardhur ndërmjet dy ajeteve që flasin për agjërimin e muajit të Ramazanit. Ajeti që i paraprin është fjala e të madhit Zot. Muaji i Ramazanit është muaji në cilin ka zbrit Kur'ani, ndërsa ajeti që vijon është fjala e Zotit Xhelle Xhelaluhu, ju është lejuar ju natën e agjërimit që ti afroheni bashkëshorteve tuaja. Duke qenë se vjen ndërmjet këtyre dy ajeteve që flasin për agjërimin, thon dietarët se kjo tregon se lutja e agjëruesit është e pranueshme. Si jo, ku profeti paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të ka thënë, 3 personave Allahu Xhelle Xhelaluhu ka garantuar se do t'i përgjigjet lutjeve të tyre. Ato janë lutja e agjëruesit, lutja e udhëtarit dhe lutja e mysafirit. Me qenë se jemi në muajin e Ramazanit, i sugjeroj çdo besimtari dhe çdo njeriu që të lidhet sa më shumë me Zotin dhe t'i lutet atij gjithmonë pafund, sepse Zoti është afër me çdo njeri. Zoti e pranon lutjen tonë dhe jo më kot në pikërisht në Kur'an, në surën Bekare, në ajetin ku Zoti flet për muajin e Ramazanit, menjëherë thot profeti alayhis salam se kur të pyesin robët e mi pa njerëzit për Zotin, nuk i thot profeti alayhis salam thuaj që Zoti është afër, por menjëherë vetë Zoti thot unë jam afër. Unë jam afër robit tim, prandaj le t'i lutet Zotit secili për jush, le t'i lutet me besim dhe me shpresë, sepse Zoti do t'i pranojë lutjet dhe shpresat tuaja do të realizohen dhe në këtë mënyrë do të gjeni mbarsinë gjithë secili për jush në jetën tuaj, në shëndetin tuaj, familjen tuaj, në besimin tuaj dhe me lejen e Zotit do ta gjeni edhe Zotin të kënaqur me ju. Si qenie njerëzore ne lutemi në çdo gjendje dhe në çdo kohë, duke e parë lutjen si të vetmen zgjidhje të problemeve, apo edhe si falënderim për çastet e lumtura që ne jetojmë. Njeriu duhet i lutet Zotit në çdo gjendje, edhe kur është i mërzitur, edhe kur është i lumtur, edhe kur është në siklet. Pra, le ta themi, duan ai e shikon si zgjidhje, si të vetme zgjidhje të problemet, në çdo situatë që është, në çdo gjendje që është. Këtu është ajo pikërisht sekreti i përgjigjes dhe domethënë tek bindja, se sa i bindur është individi në atë që kjo lutje do t'i përgjigjet. Le t'i luten Zotin në çdo moment, të mos e kushtozojnë lutjen e tyre me kohë me vend. Zoti thot ud'uni astajib lakum, mu lutni mua, t'ju përgjigjem. Që do të thot, nga ky kontekst, kushti që të na përgjigjet Zoti është lutja. Në çdo moment, në çdo vend, t'i luten Zotit. Kur mos e shohin atë si diçka të vogël në aspektin që ose të dorëzimit, se pra imi dorëzuar dhe mbetemi te lutja. Jo, lutja mbetet është një ndër sebepet kryesore e para dhe e fundit që e bën njeriu shumë të fortë dhe jo të dorëzuar, që jep njeriu shumë optimizëm dhe shumë siguri dhe tek vetja e vet, dhe vetbesim. Dhe nga ana tjetër, ajo që për të përgjigjur pyetjes, ku duhet të lut, për çfarë duhet të lut, për gjithçka. Ajo vjen nga nevoja e tij e brendshme, por duke pas parasysh dhe përparësitë. Pra le ta filloj me përmirësimin e vetes tij, me familjen e tij dhe pastaj mbar shoqërisë. Dhe kjo është
që do të ndalesha pak për çështjen e të mirës së përgjithshme, pasi ne si shqiptarë na kemi filluar të na karakterizoj pak individualizmi. Njeriu nuk do ta shohë kurrë të mirën e vet, vetëse në të përfshirë në një të mirë të përgjithshme.